Këngëtari Erik Loshi ka reaguar me zemërim ndaj disa komenteve të papërshtatshme që ka marrë pas paraqitjeve të tij në emisione, ku ka folur me respekt dhe dhimbje për ndarjen nga jeta të mikut të tij, artisti 40 vjeçar Shpat Kasapi. Në intervistë me Ermal Peqin, ai rrëfeu se në momentin kur ishte i ftuar në një program menjëherë pas lajmit të rënd, nuk ka arritur të përmbahej emocionalisht dhe ka shpërthyer në lot. Për Erikut, kjo ka qenë një reagim i sinqert njerëzor ndaj humbjes së një njeriu të dashur. Megjithatë, menjëherë pas daljes nga studioja televizive, ai është përballur me komente të pakuptimta dhe të ftohta nga persona të pranishëm, të cilët i thoshin: "Sa bukur çaje." Madje, disa i kanë bërë edhe ftesa të tjera për të qarë sërish në emisione të tjera, sikur dhimbja të ishte një element shfaqjeje që mund të përdorej për audiencë dhe klikime. I tronditur nga kjo qasje e çnjerëzuar, Loshi është përgjigjur prerë: "Do qaj kur të vdesësh ti." Me këtë reagim ai ka shprehur revoltën ndaj mënyrës se si disa njerëz e kthejnë tragjedinë në spektakël dhe e trajtojnë dhimbjen e tjetrit si mjet për sensacion. Këngëtari theksoi se kjo përvojë i ka hapur syt për hipokrizinë që shpesh fshihet pas ekranit dhe dëshirën e disa individëve për të përfituar nga çdo situatë, edhe nga humbja e një artisti të dashur.